Fundjavës ku partia në pushtet I ofroi opozitës postin e presidentit me një kandidat jo partijak sipas njosve të rrethanave politike, konsiderohen si taktizime të momentit dhe përgatitje e terrenit për fushatën zgjedhore. Krejtësisht e qartë që asnjë lider, asnjë parti nuk e ka seriozisht gjetjen e një zgjidhje adekuate, një zgjidhje të duhur dhe tashmë kemi hyrë në fushën e spektaklit politik me qëllimin e vetëm që maksimalisht të fajsohet pala tjetër dhe të krijohen kauza për fushatën zgjedhore e cila na pret. Pra çdo gjë që është duke ndodhur tash është në funksion të gjetjes elementëve që do të shfrytëzohen në fushatën e cila na pret, sepse nuk ka më as kohë, nuk ka më as kuptim që me kaq shpejtësi të merret një vendim kaq madhor siç është zgjedhja e presidentit. Atëherë ne bëm një ofertë tjetër. Oferta e Kurtit është një provë për opozitën për ta paraqitur atë si bllokuese, thot profesori universitar Mazlum Baraleo. Sipas tij, gjykata kushtetuese e ka sqaruar përfundimisht çështjen dhe nëse nuk zgjidhet presidenti, kuvendi do të shpërndahet automatikisht të martën. Kjo çështje është e shtërruar, thash edhe më parë, nga vendimi I fundit të gjykatës kushtetuese, po edhe nga vendimet e mëhershme, dhe vetëm mund të jetë vazhdimsi eventuale e një ping-pongu, një loje politike të subjekteve politike që kanë interes për të caktuar në këtë rast eventualisht për të shtyrë zgjedhjet në një kohë kur ju përgjigjet dikujt apo dikujt tjetër më shumë, përndryshe nuk ka ndonjë bazë e cila do duhet të ishte si kërkesë pra e pranueshme për gjykatën kushtetuese në rastin dhe situatën çfarë jemi tani. Në 2 ditët e mbetura, skena politike duket ende larg një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit të ri. Vetëvendosje ka kërkuar nga Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike propozimin e 3 emrave të përbashkët, ndërsa kryetari I Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku ja ka paraqitur kryeministrit Albin Kurti emrin e Vjosa Osmanit, duke kërkuar garanci për 66 vota nga pushteti. Pa një reagim nga Kurti, deputetët po flasin gjithnjë më shumë për mundësinë e zgjedhjeve të reja.